Krimi i dy fish që tronditi Athinën, 50 vjeçari ishte i martuar dhe babai një fëmije, gruaja nuk di asgjë për lidhjen. Policia po mbledh prova të reja për të zbardhur rrethanat e ngjarjes së rënd ndodhur në Athinë, ku 50 vjeçari Altina Allmuça vrau të dashurën 45 vjeçare dhe më pas kreu vetvrasje. Autoritetet po përpiqen të përcaktojnë marrëdhënien mes dy personave dhe motivin e krimit. Sipas informacioneve të publikuara nga mediat greke, Allmuça ishte i martuar dhe babai një fëmije. Gruaja e tij mësohet duke thënë autoriteteve se nuk ishte në dieni për marrëdhënien e bashkëshortit me viktimën. Policia po shqyrton provat që tregojnë se mes 50 vjeçarit dhe 45 vjeçares mund të ketë pasur një marrëdhënie personale, ndërsa natyra, kozgjatja dhe dinamika e saj nuk janë përcaktuar ende. Në kuadër të hetimeve, policia ka kontrolluar banesën e Allmuçës në Tavros në kërkim të provave që mund të ndihmojnë në zbardhjen e marrëdhënies mes tyre dhe përgatitjen e krimit. Në fokus janë pajisjet elektronike, dokumenta dhe sende të tjera që mund të ndihmojnë në rindërtimin e lëvizjes së tij para ngjarjes. Gjithashtu po analizohen telefonat celular dhe aktiviteti online i dy personave për të përcaktuar nëse ka patur komunikime, takime apo konflikte para vrasjes. Sipas hetimeve paraprake, 50 vjeçari shqiptar dyshohet se kishte ngritur një kurth për 45 vjeçaren dhe e priste jashtë banesës së vajzës së saj. Pasi e qelloi për vdekje, ai përdori të njëjtën armë për t'i dhënë fund jetës së tij.